e këtij titulli nga një universitet të Shqipërisë, i themeluar 30 vjet më parë, si një iniciativë e intelektualëve shqiptarë të Tetovës, ku një rol të veçantë ka luajtur rektori i parë i tij, profesor Sulejmani, Fadil Sulejmani, më jep një kënaqësi të shumëfishtë. Universiteti i Tetovës në janar 2004, pas miratimit të ligjit për legalizimin e tij nga parlamenti, u bë institucioni i parë shtetëror i arsimit të lartë në gjuhën shqipe. Gjatë një periudhe 31 vjeçare, në auditorit e tij janë formuar me mijëra studentë dhe aktualisht Universiteti i Tetovës me 13 fakultete dhe afro 60-70 programe studimi është i përkushtuar në harmonizimin e tij me procesin e Bolonjës, sipas cikleve diplomë universitare, master, doktorat, si dhe në përfshirjen në sistemin evropian të transferimit të krediteve. Ai ka sot dhe mjaft marrëveshje bashkëpunimi në universitete të tjera, por është gjithashtu aktiv në shumë iniciativa shoqërore dhe humanitare. Të dashur miq, për mua dhënia e këtij titulli ka shumë domethënie. Në vitet 1976-1981, disa herë në vit, pas një ligjërimi më shpesh i zëditor në Universitetin e Prishtinës, në rrugën e kthimit për në Shqipëri, një nga dalesat ishte dhe Tetova. Këtu është strehuar përkohësisht pas rrëzimit të Republikës dhe instalimit të mbretërisë dhe babai dhe familja ime republikane. Ndoshta ky lloj ndalimi ka qenë dhe një para përgatitje për kthimin tim në Tetovë si ligjërues 20 vite më vonë, me ftesë të rektorit të universitetit, profesor Sati Bexhetit, dhe ish kolegut të Universitetit të Prishtinës, kryetarit Senatit, profesor Lutfi Istrefi, shoqëruar dhe me një kërkesë të mikut tim Recep Qosja për të ligjëruar në të njëjtën kohë në Universitetin e Tetovës. Aty, një nga kolegët në Fakultetin e Shkencave Matematikë Natyrore ishte dhe një nga studentët e mi të fizikës në Universitetin e Prishtinës, i ndjeri docent doktor Atib Hussein. Qoftë i paruar kujtimin e tij. Të dashur miq, me lejoni që pas këtij narracioni shpalos dhe disa ide personale mbi edukimin dhe evolucionin e tij, mbi përthithjen në vazhdimsi të dijes dhe pasqyrimit të saj në punë e vlerësim. Një ide e parë është ajo që lidhet me ndryshimin e domosdoshëm në formimin akademik